Ende nuk ka një zgjidhje situata e përmbytjes së terminalit të autobusave dhe zonës përreth në Bulqiz. Megjithëse ka rënje të nivelit, situata mbetet shqetësuese. Uji është prezent në rrugë, terminalit dhe pranë bizneseve. Të kontaktuar nga ana jon përfaqësues të Bashkisë Bulqiz, tha se ndërhyrja që kanë bërë ka qenë jo efektive, ndërsa i është kërkuar mbështetja Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Bordit të Kullimit Durrës. Ndërkohë, qytetarët mendojnë se shkaku i përmbytjeve në këtë zonë mund të jetë i ndryshëm nga mos përballimi i sasisë të ujit nga tubacionet në Vajkal pranë rrugës së Arbërit, ulje e tokës e tjerë. Ka ujë shumë veni, edhe për ne mushet, se nuk mushet kot. Do të një botë për ditë, jam kanalet pa pastime këto, edhe ka ujë veni. Nda që motociklet, nda që ajo e ferma që ullet e botë, dhe që to ka ujë veni. Pa masat do të morin të masat, të ta e shkofi këtë hati do të morin masat. Ka tjetër se që me ka me bon. Dhe dhe shiu të fillojen dhe mushet prapë që mund. Shkemi ka me kaluvet me helikopter. E ka donë për rreshi shiu mas 2-3 ditë. Prapë dhe ullet venit, prapë dhe mushet ma kese që mund. E me kështu si, do të pastru venit, do të pastru kanali. Se kem o kanali bloku. Këte jo ullë, a ne jo ngejt, se cullet a njerë, a të rjek ujtin shdo ra, ka pas knet një këto si zinet. Me lajmërimin e dhënë nga sinoptikanët dhe Ministria e Brendshme në orët në vijim, priten rreshtje intensive shiu deri në Shtrëngata, çka mund të përkeqësojë akoma më shumë situatën e përmbytjeve në lagjen e vjetër të Bulqizës.